Anel, faleminderit shumë që je me neve dhe dëgjues e Radio Dukaxhinit. Faleminderit ftesën. Anel, pyetja e parë, unë e përmenda na gazetarët dhe pjesa tjetër jashtë terrenit e kemi pasur emocionet e jashtëzakonshme më 5 mars, ndeshja e parë zyrtare e Kosovës në umbrellën e FIFA-s në një miqësore kundër Haitit. Qysh kanë qenë emocionet e juve futbollistëve brenda? Po, emocionet kanë qenë të papashkrueshme dhe kanë qenë momente që kujtohen çdo herë dhe momente që nuk harrohen kurrë. Dhe normal ka qenë një pritje gjatë. Unë personalisht ka viti 2008 kam qenë pjesë e kombëtarës ku nuk kemi pas, domethënë nuk kemi pranuar dhe gjatë këtyre 6 viteve domethënë kemi luajtur lojë jo zyrtare dhe kemi udhëtuar në vende të ndryshme të Evropës, duke luajtur kundër klubeve të ndryshme, kundër ekipeve të ndryshme. Për ta mbajtur të themi gjallë atë kombëtarën tonë. Dhe kur erdhi ai momenti të vitit 2014, normal që ndjenjat ishin shumë vështirë të përshkruhen sepse kemi ardhur nga një kohë, domethënë pasoj gjendjes që kemi pas në Kosovë dhe luftën që kemi pas, pastaj ne gjithë ata që kemi dalë, pastaj ne kam dalë jashtë me familjen në Suedi. Dhe ka qenë një periudhë shumë me emocione dhe me pritje dhe me sakrifica të ndryshme. Dhe kur ka ardhur ai moment, domethënë kanë qenë me të vërtetë një kënaqësi e madhe dhe jo vetëm për futbollin, por për gjithë shtetin tonë ka qenë me të vërtetë një kënaqësi të madhe. Sigurisht neve tash kur ka kalu kjo periudhë relativisht e gjatë nga jo ndeshje, mu personalisht më intereson çka ke mendu realisht nëse të kujtohet mirë nga ajo periudhë, pasi është datë historike, gjatë daljes në tunel deri te fusha e Blerdh. Po, në ato momente, domethënë, duke ditë, domethënë çfarë atmosfere ka qenë në stadiumin, edhe para ndeshjes, domethënë gjithçka që ka qenë edhe para ndeshjes, ajo atmosfera, rruga deri në Mitrovic, që kemi shkuar me autobus nga Prishtina në Mitrovic, domethënë kemi pa gjithë atë atmosferë, njerëzit me flamura të Kosovës, domethënë gjithçka ishte një festë e madhe. Dhe normal kur ishim aty në tunel para se me dalë në fushë, në ato momente të drejtën më kujtuan shumë ato momente, domethënë ato 6 vite më herët që kemi bërë sakrifica të ndryshme dhe gjithë ato mundime që kemi bërë, domethënë si kombëtare, si shtet, të gjithë lojtarët që kanë sakrifikuar, domethënë gjithë ato momente janë kujtuar në ato momente dhe të njëjtën kohë ishte një kënaqësi e madhe se ja ka vlerë, domethënë ja ka vlerë gjithçka ja ka vlerë që kemi bërë deri në atë moment. Dhe pastaj ishte vetëm ta shijojmë domethënë atë moment në maksimum dhe të njëjtën kohë jemi ndi krenar dhe çdo njeri prej neve që kemi qenë pjesë aty, çdo njeri që ka qenë në stadium ka qenë një gëzim i madh për gjithë popullin tonë, domethënë, kështu që me të vërtetë ishin momente që është të harrohen, po të drejtën ato momente më shumë të kanë qenë kujtime, domethënë që kanë qenë ato periudha të mëhershme, se nga kemi kaluar dhe tash më në fund domethënë jemi afër aty, jemi disa hapa nga të dalim në fushë dhe me të vërtetë sepse kemi pas shumë telefonata domethënë tankonën e fshahun nga kompjuter. Ne kom pas atë kontakt me trajnerin Albert Bunjaku që ka qenë atë kohë dhe tankon e kam thirrë kur është më ai moment, domethënë jemi duke prit 1 vjet, 2 vjet, 5 vjet, domethënë dhe nuk na u prit këtë, domethënë me marrë, kështu që kur erdhi ai moment me të vërtetë ishte kënaqësi e madhe sepse ishim disa hapa nga realizimi i ëndrës. Për pas kësaj, Anel, në atë periudhë Albert Bunjaki e ka dorëzuar shëritin e kapitenit tek ti, për pas kënaqësisë normalisht që të ofron thjesht lideri i ekipit, sa ka qenë realisht përgjegjësi me dalë për herë të parë në një ndeshje të këtij niveli që ishte e para në umbrellën e FIFA-s, miqësoria e parë e Kosovës. Po normal që duke pa rëndësinë të ndërë para ndeshjes, e kemi ditë që është rëndësi e madhe e ndeshjes normal, edhe kemi ditë, por pastaj kur kemi ardhur në Kosovë, domethënë kur kemi pa gjithë atë pritje, domethënë ku të gjithë populli, të gjithë shteti domethënë ngrit në këmbë për këtë ndeshje, atëherë me të vërtetë kemi kuptuar që kjo ndeshje ka një perë shumë të madhe
edhe pastaj normal që e kam di vetëm pak në presion, sepse jo në aspektin presion të madh, por në atë aspektin që kemi pas domethënë shikueshmëri shumë të madhe, domethënë ata që kanë qenë në stadium, po edhe ata që kanë qenë domethënë në shtëpi duke na shikuar në shtëpinë e televizor, domethënë kemi pas pak atë presion se si do të paraqitemi. Kemi pas një presion që bile të paraqitemi në mënyrë dinjitetshme për ne vërejtove, edhe pse normal që rezultati nuk ka qenë ashtu në plan të parë, sepse ndeshja si ndeshje e ka pas atë rëndësinë e vet, domethënë ajo ka qenë fitoria më e madhe që ndeshja është luajtur, por ne si lojtarë në fushë domethënë e ku pas personalisht normal pak një presion sepse kemi dashur të paraqitemi mirë para gjithë atij publiku që kanë ardhur aty dhe kemi pas një vullnet të madh që edhe pse edhe loja që u lut, po të njëjtën kohë që edhe të paraqitemi mirë. Dhe mendoj që edhe kemi arrit atë, sepse pas ndeshjes e kemi bërë një paraqitje dinjitetshme, sepse është me atë ekip nuk kemi pas shumë pak gati stërvitjes, kemi pas gati hiç, jemi taku për një ditë dy me shumë lojtarë dhe po e kemi bërë një komponim të mirë dhe kemi bërë një paraqitje dinjitetshme në fund. Po normal që fitoria kryesore ka qenë që ndeshja u zhvillu. Pikërisht te ky elementi që përmende Tortorazi ka qenë shumë interesant se këtu do shta mundal te pyetja sa keni njoft njëri tjetrin, se realisht jo pothuajse nuk e një ditë dy siç e përmendë edhe ti, në taku edhe pastaj në lojë. Po, ashtu është e vërtet. Po shiko, kemi pas një grup interesant sepse edhe pse ndoshta që s'kemi luajtur bashkë, kanë qenë lojtarë që luajnë në nivele të respektueshme dhe domethënë kanë qenë lojtarë serioz, domethënë që janë lojtarë profesional, domethënë që kështu që në atë aspektin që jemi kuptuar shumë shpejt në fushë, por normal që nuk është ajo optimale, domethënë që ndoshta taktikisht apo të gjitha ato momentet në fushë që janë të janë 100%, por në bazë të asoj kohë shumë shkurtë që kemi pas, mendoj që kemi bërë një paraqitje shumë të mirë. A ka pasur ndonjë fjalim ose nga përzellësi ose nga dikush nga futbollistët para se të dilni në fushë, Anel? Kemi qaf me ditë këto detajet e brendshme që nuk janë zbuluar ndoshta më herët. Po jo, shiko, ka qenë ato momente. Se aty ka pas emocione shumë, definitivisht. Edhe pa fol kërkosh. Ç'është, domethënë vetiu gjithçka ka qenë domethënë shumë emocionuese sepse çdo hap që e bënim shikonim ka pas shumë njerëz, domethënë jo në atë ndeshje normale, domethënë ku ka një domethënë lojë që janë nuk që shumë njerëz rreth zhveshtorës, rreth fushës, por në këtë ndeshje domethënë ka qenë total, domethënë ka qenë lojtar, domethënë njerëz shumë, media, kamera të ndryshme, domethënë nuk ka qenë shumë vështirë të koncentrohesh, por të njëjtën kohë ka qenë knatësi e madhe, por mendoj që ajo kryesore që ka qenë që fjalimi që kemi pasur që kjo është një ditë e madhe për neve dhe duhet të ndihemi krenar që jemi këtu, kemi arritur në këtë moment, tash duhet ta shijojmë dhe të njëjtën kohë normal që duhet të dalim në fushë dhe ta japim maksimumin për kombëtarën tonë. Kështu që tash ndoshta specifikisht nuk kujtohen që kemi pasur një grumbullim ose që kemi thënë diçka ashtu, por domethënë ka qenë ai fjalimi para ndeshjes që kjo është ai momenti që kemi pritur shumë vite, tash duhet të dalim në fushë dhe ta shijojmë. A takoheni, a keni mundësi me komuniku me gjeneratën e asaj periudhe, Anel, a mbani kontakt futbollistat mes veti apo tash secili pak a shumë punë te veta? Po, është një kohë e gjatë, normal që është pak një kohë e gjatë nga ajo periudhë dhe domethënë shumë lojtarë jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Por ne kemi kontakte, domethënë kemi kontakte, tash ka pasur aty shumë lojtarë. Po për shembull Albert Bunjaku që është lojtar që ka qenë lojtar i kombëtarës Visa është tash unë jam me të në kombëtarën 19 që edhe ai ka qenë në atë ndeshje. Sa një më i bukur është dorën zamër. Se përvoja asoj periudhe sjell frytin edhe produktin tash. Po. Kështu që po, normal që është knatësi të marrim kontakt me atë lojtar, pastaj Zymer Bytyqi është edhe një lojtar tjetër që ka qenë në kombëtarën tonë, që kemi luajtur në kohën edhe në atë ndeshje, po kemi pas disa ndeshje edhe në kohën e fundit, domethënë pas të pensionohem nga kombëtarja. Me Zymerin domethënë kemi pas edhe kontakte familjarisht, domethënë një kohë gjatë, edhe ende kemi.
Po ka lojtarë domethënë që e mbajnë kontaktin aty këtu, domethënë që diskutojmë ndonjëherë për futboll apo siç ju shkon në ekipe të tyre të ndryshme. Kështu që normal që është natësi çdo herë të jemi në kontakt me ish bashkëlojtarë, domethënë që kemi edhe i kujtojmë ato momente të ndryshme, domethënë i kujtojmë se ku kemi qenë dhe domethënë i diskutojmë ato momente ku çka kemi përjetuar. Pastaj ka momente që kanë qenë edhe emocionuese, po edhe ndoshta momente që kanë qenë pak edhe interesante të kujtohen dhe të flasë rreth tyre. Kështu që normal që është çdo aknaci të jemi në kontakt. Fantastike. Edhe pyetja fundit, nëse Aneli kesh pas mundësi për atë ndeshje me ndryshu diçka, a kishe ndryshu diçka në atë ndeshje ose a kishe shtu diçka tjetër prej asaj çka ka ndodhur? Një gol. Vesh një gol. Vesh një gol. Edhe të drejtën pak ka qenë interesante sepse pas ndeshjes edhe pse ka qenë domethënë gjithaj ai gëzim dhe emocione të ndryshme, unë nuk kam qenë pas përfundimit ato momentet e para pas përfundimit të ndeshjes, unë nuk kam qenë shumë domethënë i harreshëm ose nuk ndoshta në intervistën që kam pas parën aty pas ndeshjes më kanë kontaktuar me njëherë familjarët pas ndeshjes, kanë thënë pse u doke pak si nervoz, pse ke pak si domethënë jo i lumtur. Po jo i lumtur, thash, po nuk fitum, domethënë kam pas shumë dëshirë, kam pas shumë dëshirën e madhe ta japim një gol sepse të drejtën golën për publikun, domethënë për tifostan, për gjithë ata njerëz që na kanë shikuar, edhe pse në ajo llogaritje fitore pas ndeshjes, domethënë kemi marrë lavdata shumë për paraqitjen që kemi bërë. Po unë personalisht domethënë veç ato që ashtu, domethënë një gol kish qenë një ajo që e kish mbuluar atë ndeshje kështu. Anel, gjithmonë kënaqësi me diskutu me ty. Faleminderit shumë për gjithçka që biseduam sonte, për kohën fillimisht që ndave për neve, edhe sigurisht tyja e Albertit ju urojmë shumë sukses në përvojën me kombëtarën e grup moshave. Faleminderit dhe ju shumë. Respekt.